Po të lejoj edhe dua kështu të pyes. Vetëvendosja ka pas kryetar tjetër, do të spaku për një mandat, Visari Meri, ka qenë i zgjedhur. Po tash formalisht tonë po thojnë që janë mas Albinit, po puna është që ka qenë. Tash ka qenë ai mandat sa e diunet plot, do të thotë 4 vjeçar. Edhe qatë sa ka qenë se ajo që 3 vjet ka qenë edhe pas kësaj e ka ndru statutin lëvizja vetëvendosja. Sot mundet pa fund me konë kryetar Albin Kurti deri sa të ekziston lëvizja vetëvendosja. Mundet me qenë, po është faktikisht partia vendos kush me qenë kryetar dhe sigurisht që çdo parti mendon që ka kryetarin më të mirë, do thotë me santarëve të vet. E tash ajo telenovela që pa qenë atëherë në kohën e Visari Merit, që e patën bo faktikisht thuja se çdo ditë me dhonë dërheqje dikush, tu menu që pelëndojnë apo pedontojnë. Tash po flasi për një proces Ajo është rikthy faktikisht me numrin e 2 fishuar të deputetëve në zgjedhjen e radhës. Jo se kalum tem tjetër, por edhe atë vazhdojmë. Po, e qartë, sa i përket zotit Krasniqi Memlit, unë mendoj që ky ka arë si kryetar në një kohë në periudhë kohore jashtëzakonisht ranë. Periudha kohore ma e rana që PDK-ja ka qenë ndonjëherë prej formimit apo prej themelimit si parti, në momentin e shkurjes së zotit Kadri Veseli, edhe Hashim Thaqit, po Kadri Veseli ka qenë kryetari PDK-s në Hagë, dhe që faktikisht ka pas themi kështu problematika të lloj-llojshme, mirë po edhe në një pozicion ku faktikisht 2 lider të historik, nëse mund themi të PDK-s, kanë shkuar gjykatën speciale në Hagë, atëherë PDK-ja ka me të vetvetiu e handikepuar për shkak të akuzave që janë ngrit dhe për shkak që Memli Krasniqi është dashur me udhëheq një parti e cila definitivisht e pranojmë apo jo, ka qenë shumë e lënduar nga gjykata speciale, nga akuzat që janë ngrit. Por sot si shkoi, a beson se është rezultat pra i kësaj pjekurisë së partive politike dhe ngritjes së standardit nivelit demokracisë brenda, se pas një periudhe do të shkojnë, apo ka arsye të tjera brenda që e detyruan t'jap dorëheqje? Faktikisht mund të ketë arsye është arsyeja që unë mendoj që prizma jeme është më tepër që është Mitrovica, sepse nëse marrim na peshën e drenasit edhe të Mitrovicës si qytete, do të thotë është krejtësisht diçka që thuja se s'mund krahasohet, po është e vërtetë që zoti Ramiz Zladrovci ka bë akuza trana, do të thotë për kryetarin Memli Krasniqi, dhe këto kanë mund të kenë një krisje të themi, edhe mendoj që ka bë potezë të mirë edhe për vetveten Memli Krasniqi si kryetari PDK-s, që është tërheq faktikisht nga pozita udhëheqëse për shkak të asaj që pritet të ndodhë. Numër 1 pritet të ndodhë që besoj deri fundi kësaj javës, apo fillimi i javës së ardhshme, që të kemi një seancë Parlamentin e Kosovës ku do del faktikisht Glauko Njufsa si nominuar nga vetëvendosja e i akredituar nga presidentja për të marrë pozitën e kryeministrit, dhe pastaj themi kështu këto shqetësime do shta do të ndalin, por mund të ketë befasi faktikisht sepse kjo nuk është e rastësishme. Na në luftë nuk jemi një situatë jashtëzakonshme natyrore, apo kur se ka gjetë Kosovën keq ditën e sotme, që është vendosur që faktikisht hanën të ketë ajo konferenca, apo si quhet e PDK-s, konventa e PDK-s, që i bie për faktikisht 2 ditë pune, vikendi që do të merren vesh për gjithçka, pastaj do të ndodhë edhe diçka tjetër faktikisht. Çka do ndodhë? Se po e përmend konkretisht, mendon se zoti Hamza brenda vetë partisë që a do ta votoj PDK-ja, Glauko Njufsen si kryeministër i ardhshëm i Republikës Kosovës, me të cilën nëse e bëjnë këto, gjasat janë shumë të mëdha, PDK-ja do të fitonte poena politik, sepse do të shihet faktikisht që unë çaq pe di, çaq po menoj çaq pe them, që PDK-ja faktikisht do të fitonte poena politik, sepse do të delte një parti, do të thotë që është në interes të shtetit, pa marrë parasysh që Memli, unë pe quj kështu se njemi edhe personalisht, po dihet për kam po foli, që ai edhe sot në ditën e dorëheqjes ti do të thotë përmeni luftën apo oponencët që do t'ja bëj Albin Kurti, se duket që Albini s'po i lën me qenë rahat edhe kur po japin dorëheqje, dhe nëse PDK-ja e jep e jep votën për formimin e qeverisë të re në krye me Glauko Njufsen, poena politik do të merr tek qytetarët e Republikës Kosovës, sepse e shohin si një parti zhbllokuese edhe do të ndihmojnë në interes të shtetit. Ata mujnë mu dasht, mujnë mës mu dasht,
po kur ti voton që faktikisht një proces që është i blokum që disa muj, edhe që zhblokot me njerë qatë moment, edhe ikim spaku një zgjedhje së parakoshme që mund tjetë dhëtor, besoj që ajo i sjell vota PDK-s, pa marrë parasysh që oponentë vetëvendosjes apo vetë PDK-s kanë me dhonë deklarata tjera, mirë po... Vjen kjo televizja vetëvendosur të llogarit duket pak si thirrje për koalicion. A është thirrje për koalicion ose për mbështetje nga ana e PDK-s? Jo, une... A ka llogarit vetëvendosja në votat të PDK-s? Unë nuk me fol në emën vetëvendosjes, unë flas vetëm në emën vetvetes Se s'mundet me ndodhë kë skenar... Po janë veç për krahas publik i vetëvendosjes, po them. Edhe njerë, PDK-ja në prizmën teme, do thot fiton pojena politik nëse voton qeveri e Glau Konjumse. Se ju pe konsideroni Po Mevli Krasniqi është qytetari Prishtinës, është i civilizum edhe nëse një njeri 1 milion herë, kushtimisht për thëmë, që thot, na dojmë me shku në zgjedhjet parakoshme, nuk e votojmë në asë një variant, as Albin Kurtin, as Glau Konjumse, as Ashkëndaj vetëvendosjes, edhe vjen një kusht tjetër si Zeti Hamza, apo ti edhe votojmë. Sa donit që me radhë urnën a em jam ure radhën shkëllëzimit. Në politik, normalisht shpesh është gjithë shka e pa mundshme ose pa parashikueshme, po këto që po e thët avokati nuk ka shansa me ndodhë, sepse po të ndodhë dhe PDK-ja ta zëm me votu Glau Konjumca. Ta zëm do të qëndrën të Memli. Kryetar edhe mas votimit do të mund të doriqej. Po me zgjedh një kryetar i ri dhe me votu një kryeministër të një partije tjetër, pa kur varë marrëveshje politike, është vetë vrasje politike, qysh mundet me shkuaja partinë zgjedhje, mas nej me kërku vota për me urrit. Me urrit duke ja votu kryeministër një partije politike e cila sot jem bërë parafërsisht një javë, as që lodhet me trokit nderën e një subjekti politik. Po i dimni, në është edhe po lodhet. Tjetë ashtu për nëse lejanë, se unë s'po du me të ndërprej. Unë po menoj që një kryetar i partisë, këtë ras Mevli Krasniqi, që thash figurativisht 1 milion herë ka përmen për dhe ditën sotme, do të thotë se Albini duket që shumicës ju ka bu obsesion, zdi pse edin. Që tërkur është kryeministë, edhe Kurtit ishte bërë obsesion Hashim Thaçi. Mas jo në të raport me juve, jo me mimozën me juve, lemnit gaboj pak ma shumë. Edhe faktikisht Memli nuk ka mujt në asë një variant që me votu qeverin Konjumca, asë se ka votu qeverin Kurti. Tash, një kryetar i ri që del maj moderum, sepse ju politikante dini ma mirë, se une jo që i ndrojnë lafet, apo i ndrojnë qëndrimit, po me një kryetar tjetër të PDK-s, që në këtë rast shumë letë mund tjetë Zoti Hamza. Atëhere, 3 fjali thojnë, në interes shtetit, Kosova për gjindet me një udhkryq, situatën e kemi qëfare kemi pas gjithëve të nëndë. Edhe 5 vota vynë që mund të i kalu këngërç. Pastaj, e kjo të veç edhe 10 sekunda, pastaj këto mund t'jenë të shëndetshme edhe për PDK-n, edhe për vetëvendosjen, besoj që edhe për tjertë që mu fjell pak mës me kriju kësi situatat pak handshme në mars apo fillimi i prillit për zgjedhjen e presidentes apo presidentit. Një pyetje shumë shkurt në përgjigjesh edhe pastaj po kaloj fjalën. Naimi tha që Zoti Kurti nuk ka trokitur nderën as kujt. Unë dëgjova po emisionet e juja do të konfronte ka emrin, po emisioni ju shumë ai kulturum se dë, edhe nas kem nevojë këtu me bërtitas me ndërprej njëri tjetrin, pra ta i kërkova falje që ndërpreva. A ke ndonjë informacione që ne nuk e dim se edhe po ndodhin këto lloj bisedimesh? Unë mi pas edhe informacionet 100%, unë i thëmë si menimet mija, e mujnë me konë menimet dikuj tjetër. Unë i paraqes si menimet mija, se unë e këtoj përpasej veç vetë vetën, apo bën të tilla përpjekje, a ka spaku përpjekje nga vetëvendosja për fituar mbështetjen në një marrëveshje me PDK-n? Me relax. A pëta mërmenja që unë e veti vetëvendosjen, a pëta mërmenja që dikush për i vetëvendosjes në vetë mu? Jo më po këto fjallë të dhe lëviz. Mimoz, unë përdojnë veç menimin tem, e kush do me menu që unë po folin në emën të dikuj tjetër, Tu bazune menimin të në javën edhe na menimin tona. E ka lirin e plot me menu.